Do të flasim tani për fotografinë dhe unë kam kënaqësinë që të kem në studio Fani Alikon, i cili është fotograf. Do të flasim për pasionin, por gjithashtu edhe profesionin dhe për mënyrën se si këto të dyja lidhen me njëra tjetrën. Sulo aty e? Këtu jam me dashur, këtu jam. Do kesh mundësi të shohësh foto? Mrekulli. Skupe, ha? Po. Hajde të shojmë njërë, o Fani, si je mordjallë, si je? Po mirë se na erdhe mordjallë. Fani, mirë se na vjen në studion e mirë se vjenit. Lutem, mirë shkënaqësi që të kemi sot këtu. Tani më thuaj pak se si ka nisur ky pasioni apo profesioni për fotografinë? Ti si do ta... Po janë të dyja bashkë ato. Po jo, se nganjëherë. Ja si pasion, domethënë. Si pasion, ë? Këto aparatet e vegjël, domethënë këto digitalet e vegjël, deri tek ky i madhi. Profesionisti, profesionali. Ka pasapi, domethënë. Çfarë fokuson më së shumti? Domethënë, ose më saktë në ato fillimet e tua, çfarë fillove të fotografosh? Fillimet janë këto peizazhe, këto gjëra. Jo, më vonë ato. Më vonë. Dhe pastaj shoqet që të fusin pak të bota modelingu. Dhe më vonë. Zakonisht je i fokusuar tek modelingu apo tek te modelingu, lifestyle, dasma domethënë që setet e dasma. Si gjithmonë, Sulo, mikrofoni, tak na bie. Edhe Po. Kujdes me Fanin aty, kujdes pak. Mirë. Hajde, rikthehemi bisedën se bëjmë njëherë? Edhe një nga fillimi? Jo, more, jo, se po bëja shaka. Dhe në këtë moment e quan vetë profesionist, Fan? Po, besoj se po, duke qenë se ka disa vite që merrem. Zakonisht është ajo periudha e verës, e muajve të verë pranverë, ku edhe dasmat janë të shumta. Jo, ka dhe gjatë... Je pjesëmarrës në setet të tilla fotografike, sepse duket sikur janë gjithmonë më shumë trend tani në kohë. Po, normal, ka edhe gjatë dimrit, domethënë. Viles në tetor isha në Karaibe me një dasëm. Karaibe? Ishe dhe ti? Po. Çfarë ndodhi atje? Dhe kisha një dasëm atje, domethënë. U bë dasma, ishte dhe seti fotove. E kemi pamjet? Ja, filluan. Kjo është një set për një revist. Modele? Po, jo modele, po një vajzë që... O Fani? Po. Punë të vështirë ke? Mundohemi. Vështirë shumë. Sa të bukura, Mosulo? Kjo është në studio. Fotot shumë të bukura. Ke një studio të ndën, Fani, ku i realizon të gjitha... Po. Dhe kjo në studio. Zakonisht si realizohen fotot në bashkëveprim, të themi kështu me edhe me atë kush kërkon foton? Po. Për shembull X revista apo një brand. Bëhet një bashkëpunim domethënë. Në mes fotografit dhe revistës ose dyqanit domethënë. Edhe? Dhe deli punën. Ti pak a shumë se çfarë kërkon të detajosh. Bisedohet se çfarë Këtu jemi në Karaibe. Këtu jemi në Karaibe. Arritëm. Tani në Karaibe ishte gjithë shoqëria? Në Karaibe ishte shoqëria dhe familjarët e çiftit dhe unë dhe një kameraman domethënë që ishim stafi. Jam shumë kurioze të shoh dhe video të dasmës. Edhe vazhdon të jetë ende në Karaibe? Sa ditë qëndruat atje? 8 ditë. 8 ditë. 8 ditë non-stop? U morët me... Jo, nuk është si 8 ditë në sot, domethënë. Në sensi që çdo ditë realizonit foto? Pjesën më të madhe. Pjesën më të madhe. Çfarë ofronte, mbasi është një pyetje shumë naive kjo, po çfarë ofronte ky vend për të realizuar? Se deri diku duket edhe si një lloj kështu promovimi turistik. Po. Aty ishte mrekulli. Po, normal. Jo çifti, ata menaxherët e resortit? Jo, menaxherët, jo, çifti po. Çifti po, kjo është e rëndësishme. Këto janë dasma, më Iva, këto janë dasma. Kjo është në studio, Adrola. Këto janë, Sulo, këto janë. Na futi në mendime, Fani ka Fani, që cilë kështu fotosh. Që do martohen prapë, më duke. Që jetë martohen prapë. Po më vipi dhe mua dëshira tani. Po. E gjete fotografin? Fotografin e kam, unë gjënë. I fotografin e gjete, po... Po si t'ja bëjmë për këto vendet, për këto Karaibet. Do shkojmë ke studio Fanit. Edhe i bëjmë në studio. Po, vërë mbrapa një kështu plan Karaibet, që të bëjmë tani? Jo, bukur është ashtu, një pentagjeun të hypësh lartë, po. Këto janë mundësit tona. Fan zakonisht kush realizon më shumë sete fotografike. Çiftet kanë filluar tani më dhe nënat e reja me gjatë periudhës së shtatzanisë, cilat janë ato periudha jetësore që duan më shumë ti kenë vëmendje, ti kujtojnë.
Po, varet, dhe më thënë, tip më shumë janë dasmat, momente familjare, plus dhe nënat që, nuk është se jam marrë shumë e nënat, po që shtatë zanë. Je më shumë tek vajzat e modelingu? Jam shumë të modelingu, dasmat, lifestyle, dhe më thënë. Po, përsa i përket marrëdhënies tënde me VIP-at, me këto personazhet VIP që fotografohen, kanë më shumë teka se sa zakonisht? Po, varet nga personi, dhe më thënë. Po. Si realizohen? Në përgjithësi realizoni thjesht foton apo setin e fotografive për një X revist, apo bëheni pjesë edhe e realizimit të një X videoklipi për shumë? Jo, në për videoklipi nuk është se jam marrë në jetë, më thënë. Jo. Ke dhënë kontributin të? Jo, thjesht. Jam marrë me revistat, që se merresh edhe me videot e dasmave? Po, jo, vetëm me fotot e dasmave, do më thënë, po që më shumë jam marrë me personazhet, me studiot, me revistat, do më thënë. E mban kudo që shkon me vete aparatin fotografik? Është pjesë tani më e ditës tënde e... Po, nga mëgjesi ndark me aparatin. E Vushi, je që je shfrytëzoje Fani për 1-2 foto kur të marrën për mendimin tim? A thua mo? Je që je. Fani është e mirë, ka qenë modele dikur. Shikë, po pse dikur ma? Po pse akoma? Ore, Fani, këto modelet kanë mosh këto apo... Gjithë jetën, nuk ka problem, ha? Jo, fare. Sa i mirë që je, më Fani. Më prit sa të mbaroj, se i kam 2 fjalë me ty. Jo, do të pres pa tjetër. Të doja toja. Na bëj Fani një foto të dyve, pastaj, po qëndro dhe ti aty, mos u largo, sepse nuk e kemi gjithmonë shansin apo fatin për të realizuar foto nga fotograf profesionist. Jemi në një kohë, Fani, ku kanë hyrë shumë fotograf, dhe duket sikur kjo fotografia është në mod. Ku duhet të dallojmë ne një fotograf nga një tjetër, apo është diçka që nuk mund të arrihet të konstatohet? Jo, dallohet normale se... Në sensin e profesionalizmit. Po. Normal dallohet se ka, do më thonë, dita ditës po ndajen kush janë fotografët dhe kush aspirantët për fotografi, do më thonë. Po, Photoshopi sa bën pjesë në setet fotografike që ti realizon? është pjesë e mirë, do më thonë, po ta përdorësh me masë. Pra këtë duhet të ndajmë pak dhe të specifikojmë pak më shumë, se çdo të thotë, se në zakonisht kur dëgjojmë të flitet për Photoshop, e kemi parasysh edhe atë ndryshimin hera herës të imazhit, apo futjen e elementve të cilët nuk janë, apo heqjen e të tepërtave që mund të ketë. Ti bën këto gjëra, apo thjesht je shumë i pastër në atë çfarë? Varet nga kërkesat, varet nga kërkesat. E punoj deri diku që mos jetë shumë brutale foto, do të thënë. Që mos ngjaj shumë keq dhe nga që është realisht. Mbas se luan më shumë me ngjyrat, me filtra? Po me ngjyrat, me pastrimin e lëkurës, do të thënë. Sula, Urdroxha, ti the për atë hollimin e Belit, po unë nuk besoj që Fani duhet jetë një nga ato fotograf. Nuk ka, dëgjoj. Varet, unë mendoj se gjithçka varet nga kërkesat, ë? Normale. Varet nga kërkesat tani. Fani do bëj detyrën, por në mënyrë artistike. Shumë mendoj unë pak në tani. Apo jo, më Fani? Po, normal. Megjithatë edhe nga foto, domethënë. Fotot i ke shumë të bukura. Jo, fotot ishin të bukura, modelet ishin një mrekulli dhe janë modelet më në Z, më me emër në Shqipëri, ndaj për këtë ne mund ta vërtetojmë që Fani nuk është ajo kategori e fotografëve që luan apo që e ka Photoshopin si armën e vet më të fortë. O Fani, a kushton shumë një set fotografish mondial? Po, janë gjëra që varet nga seti, domethënë. Varet çfarë do thua, ja? Po, varet çfarë do po. Dasmat kanë përshtypjen Fani kushtojnë më shumë se sa realizimi i seteve të tjera. Po. Për shembull, se një vajzë do të realizojë një Për shembull Iva. Po, mirë. Për dasmë. Jo për dasmë. Tani se në mullet do e bësh, nuk ka kosto ç'ke. Nuk do e bësh Karajiba, harroje. Jo, e kisha fjalën të bëj një set. As në Katun nuk shkon dot. Ja këtu afër do shkemi. E kam gjetur, është një baçë e bukur. E ke gjetur dhe atë? Po, shumë artistike, bie dielli mirë. Shumë mirë, më vjen mirë, ti ke menduar edhe për këtë. Sa mund të variojnë më saktë çmimet? Ka çmime ndryshme, do të thonë, duke besoj se nga 100 e lart. 100 e lart. Po, lekë, euro. Tani planet që ke momentalisht? Momentalisht, unë jam po me një revistë, domethënë. Realizon foto të revistës? Po, foto të revistës dhe me një agjensi mode. Agjensi mode. Si funksionon agjensia modës në momentin që realizoni fotot? I realizoni fotot për një markë të caktuar që drejtohet në... Po, biles para ca ditësh po bëja ca foto për një pije, domethënë me vajzat e agjensisë. Dhe duhet diçka e lezetshme. I ndërhyjnë vajzave në momentin që duhet të pozojnë? Vajzat apo janë të mësuara? Normale, plus që janë dhe me eksperiencë, domethënë që
Nuk e kanë të vështirë. Mirë. Pani, mund të falenderoj për bisedën në studio. Faleminderit. Edhe janë shumë të bukura fotot. Ku mund të gjejnë vajzat në Facebook, për shembull, në Instagram? Facebook, Instagram, Fania Liko. Po. Pjesë. Fania Liko, fotografi duhet jetë, besoj. Po studion ku e ke më xhan, ku e ke? Studion këtu afër. Ku është? Pas kemi komshi. Po. Je këtu afër të vëshës? Afër. Ashtu, Do më thonë edhe kafen këte rrotull e pi? Aparatin e mban me vete gjithmonë? Gjithmonë. Po. Atëherë një foto kështu, koci pa mendje neve, na ke parasysh vetë. Do kalojmë në aty ku pi Fani kafen, edhe bëjmë sikur na kap kështu, pa mendje. E bëjmë shumë VIP këtë punë, kështu që pse mos ta bëjmë ta provojmë një herë të jetën e VIP-it ta mban se vdiqa. Ngela kështu 3D. Mirë, Fani, falenderoj shumë. Faleminderit juve. O Fani, je famoz. Mundohemi.